I jam mirënjohës Zotit, Gili emocionon me urimin e veçantë për nusen e djalit në ditëlindje. Këngëtarja e njohur Gili ka bërë një postim të veçantë dhe emocionues për nusen e djalit të saj Herolinën, e cila po feston ditëlindjen e saj të rëndësishme. Në një moment të veçantë, Gili ka ndarë me ndjekësit e saj një urim të ngrohtë, duke shprehur dashurinë dhe mirënjohjen që ndjen për Herolinën. Ky urim ka tërhequr vëmendjen e shumë fonsave të saj. I jam shumë mirënjohës Zotit që je pjesë e familjes sonë. Urime ditëlindjen e dashura Herolina, të dua, ka shkruar Gili, duke bërë këtë moment edhe me të veçantë për të gjithë ata që e ndjekin. Këngëtarja ka treguar disa herë se marrëdhënia e saj me nusen është shumë e veçantë. Ajo e konsideron Herolinën si një vajzë të saj, duke e theksuar lidhjen e fortë që kanë ndërtuar së bashku. Ky urim i Gilit është një dëshmi e dashurisë dhe respektit që ajo ka për Herolinën, duke e bërë atë të ndihet e veçantë në këtë ditë të rëndësishme. Një moment i tillë është gjithmonë i rëndësishëm për çdo familje. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.